Bashkia e Tiranës do të krijojë lehtësi fiskale për të gjitha bizneset e reja që ngrihen në kryeqytet. Kryetari Lulzim Basha u ka bërë apel investitorëve të kthejnë syt nga Tirana, e cila ofron klimën më të mirë për të bërë biznes dhe përjashtim nga taksat për 5 vite për kompanitë që punësojnë deri në 50 punonjës. Gjatë një takimi me punonjës në një call center në kryeqytet, Basha tha gjithashtu se synimi kryesor është zhvillimi ekonomik dhe nxitja e punësimit. Bashkia e Tiranës do vazhdoj t'ju mbështesë edhe nëpërmjet këtyre masave, siç është heqja taksave për çdo që punson mbi 50 punonjës për 5 vjet, por edhe nëpërmjet masave të tjera që do të bëjnë të mundur që ne jo vetëm mos prekemi nga kriza, po mundësisht përfitojmë nga kriza, siç është rasti kur këto vende pune që po vinë në Tiranë faktikisht po emigrojnë nga ekonomi tjera, sepse biznesi konsideron se kushtet në këto ekonomi janë tepër nuk janë të favorshme, ose për shkak të taksave të larta, ose për shkak të krahut të shtrenjtë të punës. Ky është një oportunitet dhe një oportunitet të cilin Bashkia e Tiranës dhe unë personalisht jemi të vendosur ta vjelim në të mirë të qytetarëve të Tiranës, duke punësuar më shumë qytetarë, duke dhënë më shumë shanse të rinjve që të kenë të ardhura shtesë edhe gjatë kohës së studimeve, por edhe të kenë eksperiencën shtesë të call center, që është një eksperiencë shumë e mirë për të rritur mjeshtritë në komunikim dhe për të rritur aftësitë e tyre për të përballur me tregun. Më herët kreu i bashkisë inauguroi nisjen e punimeve për rikualifikimin urban të bllokut Sadik Petrela në njësi numër 3, ku dhe garantoi se investimet në kryeqytet do të shtrihen në çdo zonë pa dallime politike. Do të vazhdojmë me punimet tona. Asgjë nuk mund na pengoj, as na kthej pas, por jemi të vendosur t'ju shërbejmë qytetarëve dhe do ta bëjmë këtë pa asnjë dallim politik, sepse qytetarët e meritojnë, e kanë merituar prekosh, ju ka munguar dhe tashmë ne do t'ju japim këtë standard tjetër. Vlera e investimit për këtë blok banimi prej 5 hektarësh është rreth 57.8 milion lek.